Guxo, alternativa edhe lëvizja vetëvendosje votuan për. Pra ne nuk mund të aktizojmë dhe të llogarisim në destruktivitetin e palës tjetër. Pala tjetër sot, sinqerisht, ka pasur ndoshta momente të tjera ku do të mund të kishin shprehur kundërshtimin e tyre. Mirë po, një hap të tillë tekniko-formal të shfrytëzohet duke mohuar mandatin e vet personal. Unë nuk e di cila mund të jetë zgjidhja. Njëra prej zgjidhjeve mund të jetë që këta deputet të cilët sot kanë votuar kundër mandatit të tyre, ndoshta do duhet të zëvendësohen nga lista e po të njëjtit subjekt me deputet të tjerë të cilët janë të gatshëm ta votojnë mandatin e tyre që ja u ka dhënë qytetari, sepse mandatin nuk ta jep as qeveria, as partia. Mandatin ta jep qytetari. Dhe sot është injoruar në mënyrën më flagrante, jo vetëm rregulloria e kuvendit, por është dhunuar vullneti i qytetarit edhe duhet shohim gjatë ditëve në vijim se si do të vazhdojë. Në fakt, qëndrimet e partive të tjera, përfshirë PDK-s, LDK-s, AK-s, janë që nëse ofroni ju dorëheqjen siç ata e kërkojnë formale, mund të vazhdohet tutje me konstituimin e legislaturës së 9 të kuvendit. Ne kemi dhënë dorëheqjen me datën 27 mars. Sipas të gjitha dispozitave ligjore që e përcaktojnë. Natyrisht që vendi deri në zgjedhjen e qeverisë së re, jo vetëm Kosovë, po në çdo shtet normal, shteti nuk lihet në dorë të fatit. Prandaj çdo qeveri në dorëheqje apo qeverinë detyrë quajeni si të doni. Mirë, po çdo qeveri vazhdon punën e saj, unë dikujt duhet ja dorëzoj detyrën time. Dhe në dallim nga pararendësit e mi, unë edhe do t'ja dorëzoj detyrën time, të mbushur me të gjitha detajet e punës time 4-vjeçare, sepse ministri i punëve të jashtme që vjen pas meje, kur do që tjetë ajo, qoftë tani, qoftë pas 4 vjetësh. Ministri i punëve të jashtme duhet jetë informuar rreth asaj çfarë kam bërë unë në detaje. Tjetër që qeveria paraprake, e cila ka qenë shkelse kushtetutës, nuk e ka bërë pranim dorëzimin e punës. Po jo vetëm kaq, po kjo është kaq e qartë çka ka ndodhur. Nuk jemi ne qeveria e parë që kemi një fazë tranzitore. Këtë gjë ka bërë me muaj të tërë Hashim Thaçi. Jo. Kjo qeveria ka përfunduar mandatin e plotë, zonja Gërballa. Ka një ligj të ri për qeverinë e Republikës. Ka dhe një kushtetutë. Janë të tjera situata krejtësisht të ndryshme. Nuk është e vërtetë. Ka një kushtetutë sepse... Kushtetuta është, por ligji s'ka qenë. Po nuk ka qenë ligji, po ligji çfarë përcakton? Ligji vetëm konfirmon atë çka thot kushtetuta. Asgjë të re nuk thot ky ligj. Ky ligj thot që ministri nuk mund të jetë njëkohësisht deputet dhe deputeti nuk mund të jetë njëkohësisht kryeministër. Kjo bie komplet në linjë me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Ligji thotë që qeveria në dorëheqje, qeveria në detyrë i ka disa funksione të cilat nuk disa kompetenca të cilat nuk mund t'i ushtrojë gjatë kësaj periudhe. Është shumë e vërtet edhe unë dhe kolegët e mi kemi qenë shumë të kujdesshëm që të mos prekim asnjë prej sferave të cilat bien në këtë. Pra, sepse opozita e përmend vetëm një nen të ligjit. E përmend neni 26. Mirë, po kur lexohet ligji duhet shkuar pak edhe më tej. Edhe neni 29. Edhe neni 27, edhe neni 28, edhe 29, edhe 30, edhe 31. Të gjitha janë një kompleks. Nuk ka asnjë dilemë rreth statusit të qeverisë. Ka vetëm mos vullnetin e opozitës për ta pranuar rezultatin e zgjedhjeve të 9 shkurtit. Kjo është e gjithë loja. Rezultati është pranuar nga zona subjekte. Po pranohet rezultati, nëse ti fillon diskuton tani a duhet lënë vaka, a duhet lënë bosh puna e qeverisë, apo duhet vazhdoj qeveria deri aty, ti po tregon vetëm që nuk je i gatshëm ta pranosh rezultatin dhe të shkosh sipas procedurave të cilat vetë se njihen në vendin tonë. Asgjë të re nuk ka këtë herë. Asgjë të re. Përveç se që për herë të parë kemi përmbyllur mandatin tonë qeverisës, mirë po fakti që kemi përmbyllur mandatin tonë qeverisës nuk thot asgjë për kohën kalimtare deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Sot është humbur shansi për të zgjedhur kryetarin e kuvendit. Zonja Gërballa e thatë më herët, duhet ndalem në detaje. Kur e keni ofruar pra dorëheqjen, të kush e keni dorëzuar aktin e dorëheqjes?